Në stinën e verës, natyra na ofron një bollëk frutash dhe perimesh të freskëta, të cilat jo vetëm që kënaqin shijen tonë, por gjithashtu sjellin përfitime të shumta për shëndetin, mjedisin dhe ekonominë tonë. Konsumimi i produkteve sezonale është një mënyrë e shkëlqyer për të përmirësuar stilin e jetesës dhe për të mbështetur komunitetin lokal. Çfarë është ushqimi sezonal? Ushqimi sezonal nënkupton konsumimin e frutave dhe perimeve që rriten natyrshëm në një periudhë të caktuar të vitit në zonën tuaj gjeografike. Për shembull, gjatë verës, produktet si shalqiri, pjeshkët, domatet dhe kastravecët janë në kulmin e freskisë dhe shijes së tyre. Këto produkte nuk kanë nevojë për ruajtje të gjatë ose transport të gjatë, duke ruajtur kështu vlerat ushqyese dhe shijen e tyre natyrale. Përfitimet shëndetësore të ushqimit sezonal. Vlera ushqyese më të larta. Frutat dhe perimet e korrura në kulmin e pjekurisë së tyre përmbajnë më shumë vitamina dhe minerale. Për shembull, një studim tregoi se brokoli i korrur në vjesht kishte pothuajse 2 fishin e përmbajtjes së vitaminës krahasuar me atë të korrur në pranverë. Veruel Health. 1. Home Garden Information Center. 1. Healthline. Shije më e mirë. Produktet sezonale kanë një shije më të pasur dhe teksturë më të mirë, pasi janë rritur dhe pjekur natyrshëm pa përdorimin e kimikateve ose ruajtjes artificiale. Health Shots. Mbështetje për sistemin imunitar. Frutat dhe perimet e verës, si shalqiri dhe kastraveci, janë të pasura me ujë dhe ndihmojnë në hidratimin e trupit, ndërsa domatet dhe qershit përmbajnë antioksidantë që forcojnë sistemin imunitar. Përfitimet mjedisore dhe ekonomike. Reduktimi i gjurmës së karbonit. Konsumimi i produkteve lokale dhe sezonale ndihmon në uljen e emetimeve të gazrave serë, pasi reduktohet nevoja për transport të gjatë dhe ruajtje të gjatë. Amazing Food and Drink. Mbështetje për fermerët lokal. Blerja e produkteve sezonale nga tregjet lokale ndihmon në mbështetjen e ekonomisë lokale dhe promovon praktikat bujqësore të qëndrueshme. Parenthub. Kosto më e ulët. Produktet sezonale janë zakonisht më të lira, pasi janë në bollëk dhe nuk kanë nevojë për ruajtje ose transport të gjatë. Health Shots. Produktet sezonale të verës për të përfshirë në dietën tuaj. Shalqiri, i pasur me ujë dhe likopen, ndihmon në hidratim dhe mbrojtjen e zemrës. Pjeshkët dhe kajsit, të pasura me vitamina A dhe S, ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të lëkurës dhe sistemit imunitar. Domatet përmbajnë likopen dhe antioksidant që ndihmojnë në reduktimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Kastravecët, të pasur me ujë dhe fibra, ndihmojnë në hidratim dhe tretje. Qershit dhe boronicat, të pasura me antioksidant, ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe përmirësimin e shëndetit të trurit. Si të filloni me ushqimin sezonal? Vizitoni tregjet lokale. Këto tregje ofrojnë produkte të freskëta dhe sezonale direkt nga fermerët. Health Shots. Planifikoni menun sipas sezonit. Përdorni produkte që janë në sezon për të krijuar receta të shijshme dhe të shëndetshme. Eksperimentoni me receta të reja. Provoni receta të ndryshme që përfshin produkte sezonale për të shtuar larmi në dietën tuaj.